Shkolla profesionale Kolin Gjoka në Lezhë hapi dyert për nxënës, prindër dhe përfaqësues të institucione publike dhe private, një aktivitet që synon të tendenciste të rinjtë zgjedhin arsim profesional si rrugë të sigurt drejt punësimit. Gjatë ditës së dyerve të hapura, vizitorët u njohën me programet mësimore dhe punimet praktik të nxënësve në fusha si teknologjia, hoteleria, turizmi dhe shërbimet që mbeten me të kërkuarat në tregun shqiptar të punës. Të gjitha këto projekte kanë ndikuar shumë në rritjen profesionale të stafit, në përmirësimin e infrastrukturës dhe në vendosjen e shkollës profesionale Kolin Gjoka në përpjesën e shkollave profesionale shqiptare. Kjo është një arritje e vogël, por është edhe një thirrje e fortë që njerëzit të zgjedhin arsimin profesional, të zgjedhin zanatin. Përfaqësues nga bordi i shkollës dhe institucione publike në Lezhë ndan mesazhin se bashkëpunimi i vazhdueshëm me sistemin arsimor dhe tregut të punës është çelësi për ndihmuar të rinjtë të bëhen pjesë aktive e zhvillimit ekonomik. Unë ftoj gjithë ata që nuk janë bërë pjesë akoma kësaj shkolle dhe kanë mund të vendosë për të ardhmen e tyre, sinqerisht të bëhen pjesë kësaj shkolle. Sot sfida e shoqërisë tonë është integrimi i rive nëpërmjet arsimit profesional. Vetë kushtet ku ndodhet Shqipëria me synimin që ka për një integrim shpejt në tregun evropian, në gjitha strukturat e Bashkimit Evropian, kërkon sidomosdoshmëri urgjente pikërisht që ne të integrojmë të rinjtë nëpërmjet arsimit profesional në tregun e punës. Nuk ka, po themi, energji më të mirë, apo nuk ka një injeksion më pozitiv tek shoqëria jonë sot se sa nëpërmjet të rive në tregun e punës. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne vetëm nëpërmjet tregut të punës mund të zgjidhim një sër hallkash të cilat, po themi, si shoqëri sot çalojnë. Në përfundim u bë thirrje që të rinjtë të shohin arsimin profesional si një mundësi reale për ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme duke fituar aftësi konkrete që garantojnë punësim të shpejtë dhe pavarësi ekonomike.